Një sër mangësisht sistematike, nga kontrollet financiare jo funksionale në mens, përmes punësimit problematik, deri tek menaxhimi jo adekuat i pronës shtetërore. U zbuluan nga auditorët shtetëror në funksionimin e shërbimit të çështjeve të përgjithshme dhe të përbashkëta të qeverisë. Enti shtetëror i revizionit auditoi pasqyrat financiare të SHQP-s, së bashku me një auditim të përputhshmërisë për vitin 2024, gjatë të cilit u lëshuan 4 raporte. Ata thonë se burimet njerëzore dhe mënyra e punësimit të stafit u identifikuan si një problem serioz. Burimet njerëzore dhe mënyra e punësimit të stafit u identifikuan si një problem serioz. Numri i madh i personave të punësuar përmes agjensive private të punësimit me kontrata me afat të caktuar dhe me kontratë për shërbim për të kryer aktivitetet e SHQP-s ndikon në ofrimin e vazhdueshëm të shërbimeve për institucionet e tjera, si dhe në cilësinë e informacionit të paraqitur në raportet financiare. Përveç kësaj, auditorët tregojnë se numri i konsiderueshëm i punonjësve të punësuar me afat të caktuar dhe të përkohshëm, migrimi i shpeshtë, si dhe investimet e pamjaftueshme në përmirësimin e kompetencave profesionale të punonjësve, krijojnë një rrezik në sigurimin e vazhdimësisë dhe cilësisë në kryerjen e shërbimeve. Ndërkaq, theksojnë se janë zbuluar edhe rreziqe të tjera financiare në objektet e hotelierisë, restorantet dhe byfet e menaxhuara nga SHQP. Sipas entit të revizionit, veçanërisht shqetësuese është fakti se për muajin qershor 2024 nuk janë lëshuar fatura fiskale ose blloqe faturash për qarkullimin e realizuar të parave të gatshme. Përveç kësaj, auditimi identifikoi gjithashtu mangësi serioze në menaxhimin e pronës shtetërore, e cila nuk është regjistruar plotësisht dhe sakt. Ndërkaq, parregullsi janë identifikuar gjithashtu në prokurimin publik, menaxhimin e pajisjeve dhe furnizimeve, si dhe në praktikën e ofrimit të automjeteve zyrtare përmes lizingut, ku, sipas auditorëve, mungon një analizë gjithëpërfshirëse e justifikimit ekonomik dhe konkurenca midis ofertuesve është e kufizuar.